Dhe jeta e besimtarit veçohet me ato se çdo moment, çdo çast jetës së tij besimtari e shfrytëzon për dobi të tij, për të shtuar ibadetet ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe për të afruar edhe më shumë tek ai, sepse fjala ibadet, fjala ibade apo adhurim është fjalë e gjerë, kuptim madhe, nuk është fjalë e kufizuar vetëm me 5 shtyllat e Islamit, për shembull. Po fjala ibadet përfshin shumë gjëra të tjera, siç thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, el-ibadatu ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. Thot Ibn Taymiyah rahimahullah, ibadeti është fjalë përmbledhëse për çdo vepër dhe çdo fjalë të cilën e don Allahu subhanahu wa taala, qofshin fjalë apo vepra të mbrendshme, qofshin të jashtme dhe të cilat janë të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Mjafton kjo pra që një vepër quhet ibadet. Edhe nëse një punë të cilën e bën njeriu për këtë botë, nëse e bën me niyet të mirë, kjo konsiderohet tek Allahu subhanahu wa taala ibadet dhe adhurim për të cilën ai do të shpërblehet para Allahut subhanahu wa taala.